Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë të qartë lëvizjes vetëvendosjes se ka alternativa të tjera për të zgjedhur presidentin nëse duan që t'i japin epilog kësaj çështje për ta. Nga kjo parti thanë se grupi i tyre parlamentar ka vetëm 22 deputet nga 120 në total dhe mund të bëhen votat edhe me partitë e tjera. Shumica parlamentare, nëse është interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opsion të vetëm bashkëbisedimin dhe dakordimin me PDK-n, ka edhe opsione të tjera. Kryeministri Albin Kurti ende nuk e ka formalizuar kërkesën e tij për takim me përfaqësues kësaj partie. Kërkuar nga zoti Kurti që të formalizoj kërkesën e tij karshi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Që nga vendimi i gjykatës kushtetuese, Kurti ka takuar vetëm liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Para mediave, Abdixhiku deklaroi se nuk e mbështesin idenë që presidenti i ardhshëm të jetë i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, pasi një parti nuk mund të mbajë të 3 postet kryesore. Nga lëvizja vetëvendosje thanë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje nga LDK dhe se përpjekjet do të vazhdojnë. Unë nuk di që kanë bërë një përgjigje negative, gjithsesi unë pres edhe besoj që jo vetëm ne si deputet të grupit tonë parlamentar, por edhe qytetarët të Republikës së Kosovës presin që të gjejmë një zgjidhje, të kemi propozime konkrete, edhe të gjendet një zgjidhje e të votohet presidenti në kuvend. Parlamentit i ka mbetur dhe 2 javë kohë për të zgjedhur presidentin e Kosovës.